Faleminderit shumë kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës. Amandamentet e vitit 1912. Shiqoni, është problem politik, pak për relax, duhet zemrës se përdi që jeni të ngarkuar në gjithë, edhe në vonat notës edhe në vendimarrje sa për të hedhur hije syve qytetarëve. Kësaj përgjegjësie nuk mund t'i ikni as kryeministri dhe çdo njeri që e ka pas mundësinë me zgjedh presidentin e ri të vendit sipas afateve kushtetuese. Pasi kemi mrejnë vonuar në proceset ma të rëndësishme historisë së re të Kosovës, edhe këto amendamente tuja e kanë logjikën e njëjtë. Sot, kur po flasim për këto amendamente, asnjë antar i gjykatës kushtetuese që ka bërë vlerësimin e tyre nuk është në detyrë. Po, asnjë deputet që ka punuar në dy komisionet, ndoshta ka qenë Albolena, s'u kujtohet në njërin prej komisioneve, po nuk është as deputet, edhe as nuk është